Me ardhje në krye të policisë së shtetit të Skënderhitës, është konstatuar një ridimensionim i fuqishëm i oficerit Erion Ahmeti, i shkarkuar vetëm pak muaj më parë pas një skandali neglizhence, kur drejtonte policinë e Korçës. Pasi kreu i ri i policisë së shtetit i besoi Ahmetit postin e drejtorit të policisë së Fierit, tashmë ai ka marrë në krah të tij, si zëvendës drejtues në atë institucion, ish-vartësin Tauland Gjoka. Me firmën e krye policit, Gjoka do t'jetë zëvendës drejtor për rendin në drejtorinë e Fierit, duke u rikthyer në varësitë e Erion Ahmetit. Ky i fundit ka qenë disa vite më parë shef i komisariatit të policisë rrugore në Tiranë, ndërsa Tauland Gjoka ka qenë komandant i trafikut të kryeqytetit, një pozicion në varësi direkte të Ahmetit. Tashmë pas disa vitesh, dyshja rikthehen bashk. Në vitin 2021, u degdis në një rreth verior nga ish kryepolici Gledis Nano, pas skandaleve me lejimin e qarkullimit të betoniereve në çdo aks të kryeqytetit dhe në çdo orë të ditës. Për shkak të tolerancës së tij të tepruar për automjete të rënda, kolegët e etiketuan si Erion Betonieri. Erion Ahmeti siguroi fijet e duhura me ish kryepolicin Ilir Proda. Ky emëroi fillimisht drejtor në policinë e Elbasanit dhe më pas i besoi drejtorinë e policisë së Korçës. Në momentin që Erion Ahmeti dukej më i fortë se kurrë, ishte Ilir Proda që e shkarkoi nga detyra pasi neglizhoi një përplasje të fortë në zonën e Devollit. Erion Ahmeti qëndroi për disa muaj në një zyrë në drejtorinë e përgjithshme të policisë, në pritje të ndonjë rasti tjetër për promovim. Në mars të 26-ës, kryeministri Edi Rama emëroi Skënderhitën në postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë. Ndër lëvizjet e para që realizoi Hita ishte emërimi i Erion Ahmetit në krye të policisë së Fierit. Ahmeti krijoi menjëherë grupin e tij, përfshir ish bashkëpunëtorin e ngushtë, Tauland Gjoka.